Nga data 1 nëntor, qytetarët që përdorin linjen e transportit urban Kamës-Tiranë do të përballen me rritje të çmimit të biletës dhe abonesë mujore. Sipas burimeve për e-taksin ton, çmimi i biletës nga 40 lek do të bëhet 50 lek, ndërsa aboneja mujore do të kushtojë 1400 lek nga 1200 lek që ishte aktualisht. Operatori i linjës ka paraqitur në Drejtorinë e Transportit të Bashkisë Kamës një kërkesë për rritje tarife të shoqëruar me analizë të kostove dhe arsyetim ekonomik, duke argumentuar se rritja e çmimeve të karburanteve dhe shpenzimeve të tjera operative e bën të domosdoshme ndryshimin e tarifës. Më pas, Bashkia Kamës, nën drejtimin e kryetarit Rakip Suli, ka përgatitur relacion teknik dhe financiar për justifikimin e ndryshimit të çmimit. Propozimi është shqyrtuar nga komisionet e Këshillit Bashkiak për Ekonomi, Financa dhe Transport dhe më pas është miratuar me votim në Këshillin Bashkiak. Megjithatë, deri më tani nuk është publikuar zyrtarisht vendimi i Këshillit Bashkiak, ndonse një procedurë e tillë kërkon transparencë dhe njoftim publik për qytetarët. Këta të fundit që përdorin linjen Kamës-Tiranë çdo ditë, thonë se janë përballur me çmimin e ri pa asnjë njoftim paraprak.